Familjarët e viktimave të Koçanit do të kyçen drejt për drejt në hetimin e rastit. Protesta për drejtësi vazhdon. Të kurret Aleanca Erben Taravarit. Pas Sulejmanit ikën edhe deputetja Mimoza Musa. Nga 5 deputet mbetën vetëm 3. Maqedonia e Veriut shënon ditën e iluministëve, krerët e shtetit me urime dhe porosi që të ndërtohet një shoqëri e dijes dhe respektit të ndërsjellë. LSDM dhe VMRO DPMNE përplasën për kredin britanike. Filip që akuzon se pas kredis 6 miliard eurosh fshihet një grabitje antologjike. Të ndëruar shikues, përshëndetje. Familjarët e viktimave që vdiqën nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan do të kyçen drejt për së drejti në hetimin e rastit. Prokuroria informoi se nga 27 maj deri më 29 maj familjarët do të dëshmojnë në prokurori. Prokuroria theksoi se gjatë gjithë procedurës i kushton vëmendje dhe kujdes të veçantë viktimave të këtij rasti tragjik. Familjarët e viktimave që vdiqën nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan do të kyçen drejt për së drejti në hetimin e rastit. Prokuroria publike informoi se do t'i marrin në pyetje përfaqësuesit e familjeve të viktimave dhe se përmes dëshmive të dhëna para prokurorit publik, ata do të kenë mundësi të realizojnë të drejtat e tyre si të dëmtuar dhe të bashkohen në ndjekjen penale. Gjithashtu ata do të mund të informohen drejt për ecurinë dhe fazën në të cilën ndodhet procedura, si dhe të ndajnë njohuritë e tyre rreth ngjarjes. Për këtë qëllim, në 2 ditët në vijim, prokuroria do të kontaktojë të afërmit e viktimave për të caktuar kohën dhe vendin e saktë në të cilin ata mund ta realizojnë këtë të drejtë. Nga prokuroria sqaruan se marrjet në pyetje do të zhvillohen sipas një orari të caktuar, nga 27 maj deri më 29 maj, në ambientet e prokurorisë publike, në marrëveshje me të dëmtuarit. Këto marrje në pyetje do të jenë individuale dhe për secilën nga viktima do të thirret nga një përfaqësues ligjor për të shprehur qëndrimin në lidhje me të drejtat si të dëmtuar. Ai do të ketë mundësi që në dëshminë e tij të propozojë edhe persona të tjerë nga familja, që eventualisht ka njohuri për ngjarjen. Prokuroria thekson se në përputhje me kompetencat e saj ligjore gjatë të gjithë procedurës i kushton vëmendje dhe kujdes të veçantë viktimave të këtij rasti tragjik. Në të gjitha veprimet dhe vendimet e ndërmarra, prokurorët marrin parasysh dhe mbrojnë interesat e të dëmtuarve, thuhet në komunikatën e prokurorisë. Gjithashtu, ende është aktiv thirrja e prokurorisë për të gjithë ata që kanë dëshmi personale për aksidentin, informacione dhe prova lidhur me punën e diskotekës Puls Koçan dhe kompanive të lidhura me të, si dhe njohuri në lidhje me punën e institucioneve përgjegjëse për veprim që t'i ndajnë me hetimin. Në zjarrin që ndodhi më 16 mars në diskotekën Puls në Koçan, jetën e humbën 59 persona, ndërsa më 4 prill, më 7 prill dhe 17 prill ndërruan jetë edhe 3 persona të tjerë, duke e quar numrin total të viktimave në 62. Nga zjarri mbetën 196 të lënduar që u trajtuan brenda dhe jashtë vendit. Një hetim është duke u zhvilluar kundër 68 individëve dhe 3 personave juridik për tragjedinë që tronditi të gjithë vendin. Familjet e viktimave dhe të plagosurve në tragjedinë e ndodhur në Koçan, po mbajnë sot një protestë të re në këtë qytet. Marshi filloi nga parku i qytetit në Koçan dhe vazhdon drejt qendrës tregtare, më pas drejt komunës së Koçanit, MPB Koçan dhe gjykatës themelore. Protestës së sotmi është bashkuar edhe lëvizja Kush e ka radhën, nga e cila kanë bërë të ditur se ofrojnë transport organizuar për gjithë qytetarët që dëshirojnë të japin mbështetje. Prindërit edhe një herë përsëritën kërkesën për drejtësi të paanshme dhe përgjegjësi për korrupsionin sistematik i cili sipas tyre çoi në këtë tragjedi. Prokuroria ka paraqitur ankesë kundër vendimit me cilin gjykata caktoi arrest shtëpiak për 2 akuzuarit në rastin Onkologjia. Prokurori publik është i pakënaqur me vendimin dhe i kërkoi gjykatës së apelit ta ndryshojë atë në paraburgim efektiv, pasi beson se një masë më e butë nuk mund të garantojë zhvillimin e qetë të procedurës penale.
Duke pasur parasysh se dy akuzat e ngritura i ngarkojnë të pandehurit me krime të shumta të rënda që mbartin dënime të larta me burkim, si dhe rrethana të tjera që tregojnë rrezik arratisjeje, masa e arrestit shtëpiak nuk përfaqëson një mbrojtje mjaftueshëm efektive, thuhet në komunikatën e prokurorisë. Prokuroria njoftoi se ka ngritur dy akuzat ndara në lidhje me skandalin e klinikës onkologjisë, të cilat hapin një nga hetimet më serioze në kujdesin shëndetësor vendas, siç deklaroi kreu i prokurorisë së Shkupit Gavril Bubevski. Çështja është e ndarë në dy pjesë, njëra mbulon abuzimet financiare dhe e dyta trajtimin e pacientëve. Kryetarja e qytetit të Shkupit Danela Arsovska ka njoftuar se ajo dhe familja e saj janë kërcënuar me jetë pasi në komunën e Aerodromit disa persona u kapën duke u angazhuar në aktivitetet paligjshme të shfrytëzimit të paligjshëm të shtratit të lumit Vardan nga një kompani që nuk ka asnjë licencë, raport, leje dhe miratim për punën e saj ose për mekanizmin me të cilin ata kryejnë këto krime kundër natyrës, të cilat potencialisht paraqesin rrezik për shëndetin e qytetarëve. Ajo ka kërkuar nga ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski që ta shqyrtojnë këtë rast. Konsiderojeni si kallëzim kundër personit Qamil Osmanović dhe bashkëpunëtorëve të tij, të cilët bën kërcënime për jetën time dhe jetën e familjes sime para dëshmitarëve, për cilën do të paraqes zyrtarisht kallëzim te ju, njoftoi Arsovska. Ju njoftoi se Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria e Punëve të Brendshme dhe të gjitha institucionet kompetente janë njoftuar për rastin, ndërsa kërkoi që të merren masa. Alanca për shqiptarët krahu i Talavarit mbeti me 3 deputet. Pas Salim Sulejmanit që dha dorëheqjen nga posti i deputetit, deputetja Mimoza Musa mbeti me shumicën parlamentare. Ndërkohë, në kuvendin e jashtëzakonshëm që ka mbajtur partia në Kumanov, Arben Fetaj është shkarkuar nga pozita e kuvendit dhe në vend të tij është emëruar Nazim Taibi. Grupi parlamentar i Alancës për Shqiptarët, krahu i Arben Talavarit, sa vjen e të kurret. Pas dorëheqjes së deputetit Salim Sulejmani, Mimoza Musa është deputetja e radhës e cila lëshoi Talavarin dhe vendosi të jetë pjesë e shumicës parlamentare të përbërë nga VMRO-DPMN, Lëvizja Znam dhe Koalicioni Vlen. Deputetja vendimin e saj ka kumtuar përmes një postimi në Facebook, ku mes tjerash shkruan se nuk është në politikë për interesa personale, por për t'i shërbyer me dinjitet dhe përgjegjësi çdo votuesi që besoi në këtë mision. Po kalojmë një periudhë të vështirë politike dhe me të drejtë shumë përkrahës miqë bashkëpunëtor pyesin me kë është deputetja Mimoza Musa. Sot në një klim politike të trazuar dua të jem e qartë me ju. Unë jam deputete e Aleancës për Shqiptarët. Besimin që ma dhat nuk do ta tradhtoj. Nuk jam këtu për interesa personale, por për të shërbyer me dinjitet dhe përgjegjësi çdo votuesi që besoi në këtë mision. Ndryshimi ka nisur dhe ne do ta çojmë përpara. Të premten në mbrëmje, Alanca për Shqiptarët, krahu i Arben Talavarit, mbajti kuvendin e jashtëzakonshëm në qytetin e Kumanovës, me kërkesë të mbi 2/3 të numrit përgjithshëm të kuvendarëve. Talavari bëri ditur se nga pozita e kryetarit të kuvendit është shkarkuar Arben Fetaj dhe në vend të tij është emëruar Nazim Taibi, i cili deri më tani ka ushtruar postin e nënkryetarit të Aleancës për Shqiptarët. Për shkak të veprimeve të cilat janë kundër partisë, kryetari i kuvendit u shkarkua dhe prej sot kryetari i ri i kuvendit u zgjodh Nazim Taibi. Janë ndryshuar edhe disa antarë të Komisionit Statutar dhe Juridik, si dhe janë përjashtuar edhe 8 antarë të kryesisë. Pak javë më parë, Alanca për Shqiptarët u udhëhequr nga Arben Talavari, doli nga Koalicioni Vlen dhe vendosi të shkojë vetëm në zgjedhjet lokale. Pas daljes nga Vleni, doli edhe nga qeveria. Në ndërkohë nisën përçarjet. Një pjesë e funksionarëve dhanë dorëheqje, ndërsa një pjesë tjetër vazhdoi të mbetet në qeveri. Me të shkëputur nga Koalicioni Vlen, fraksioni Arben Talavarit numëronte 5 deputet, ndërka që tani numëron vetëm 3 deputet, Riyad Shaqiri, Halil Snopçe dhe Sadik Sulejmani. Nënkryetari i BDI-së Bojar Osmani ka publikuar të dhënat e punësimeve dhe avancimeve që janë bërë kohëve të fundit në institucione shtetërore. Në 7 institucione janë punësuar ose avancuar mbi 120 maqedonas dhe vetëm 2 shqiptarë.
Ish-ministri i jashtëm, njëherët edhe nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani, ka dhënë alarmin për përfaqësimin e drejtë në punësime në Maqedoninë e Veriut. Nga të dhëna që ka publikuar Osmani, shihet se punësimet e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut janë barazuar me 0. Në çdo institucion mbi 99% punësohen maqedonas dhe 1% shqiptar. Madje diku 100% maqedonas, asnjë shqiptar. Shikoni këto numra tronditës, të nxjerra vetëm nga reagimet e BDI-s këtë javë. Enti statistikave 11-0, Arkivi Shtetëror i Maqedonisë së Veriut 14-0, Drejtoria e të Ardhurave 41-1, Regjistri Qendror 8-0, Ministria e Kulturës 12-1, CMV Strug 23-0, Spilje Dibër 8-0. Osmani tha se këto 0 janë shqiptarët e avancuar apo të punësuar në këto institucione gjatë këtyre ditëve dhe se këto nuk janë vetëm numra. Ky është reflektimi një përjashtimi të paprecedent të një populli të tërë nga institucionet e shtetit, ka shkruar Osmani. Pas heqjes së balancuesit, punësimi dhe avancimi i shqiptarëve është ulur dukshëm, ndërsa ligji i ri për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka mbetur labirintheve të institucioneve. Krerët e Vlenit shpeshherë kanë deklaruar se ligji së shpejti do të jetë gati. Sot shënohet dita e iluministëve pan-slav, vëllezërve Kirili dhe Metodi, cilët janë themeluesit e shkrim, leximit dhe letërsisë slave. Krerët e shtetit porosisin që të ruhet kujtimi i tyre dhe të ndërtohet një shoqëri e dijes dhe respektit të ndërsjellë. Sot në vend shënohet 24 maj, dita e vëllezërve Shën Kirili dhe Metodi, të cilët njihen si iluministë slav, përpiluesit e alfabetit të parë të gjuhëve slave. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova në urimin e saj apeloi që të ruhet kujtimi për Shën Kirilin dhe Metodin dhe të ndërtojmë një shoqëri të dijes dhe respektit të ndërsjellë. Kjo ditë është një kujtesë e fuqishme e vlerës së qëndrueshme të misionit të tyre, një vlerë rrënjët e së cilës shtrihen thellë në kulturë, dije dhe unitet shpirtëror. Shenjtorët Kirili dhe Metodi jo vetëm që na dhanë alfabetin, por me të ndërtuan një themel të fortë kulturor dhe qytetërues pan-slav, që vazhdon të mbështesë identitetin ton edhe sot e kësaj dite. Kryeparlamentari Afrim Gashi në urimin e tij tha se në këtë ditë nderohet përkushtimi dhe trashëgimia e tyre në përhapjen e dijes, shkrimit dhe kulturës ndër popujt slav. Kjo ditë është një mundësi për të reflektuar mbi rëndësinë e arsimit, gjuhës dhe respektit për diversitetin kulturor në ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Urime të gjithëve këtë ditë me vlerë historike dhe arsimore. Kryeministri Hristian Mickoski tha se nderimi i vëllezërve Kirili dhe Metodi është dëshmi se misioni i tyre fisnik vazhdon të bashkojë edhe sot. Od koja bilka počinala da se suzda. Këto dy vëllezër, fisnik në zemër dhe mendje, na lanë dhuratën më të madhe, shkrimin, shkronjën, zërin e identitetit tonë. Mos të harrojmë se pas saj më të mëdhenjt e kanë shkruar vlerën që këta vëllezër na e kanë lënë. Për më shumë se 1000 vjet, ajo ka qenë drita jonë përmes të gjitha vështirësive, përmes gjitha sfidave dhe pengesave të jetës që i tejkalojmë. Gjuha është vlerë themelore dhe gjuha jonë ka filluar pikërisht nga ata. 24 maj, dita e Shën Kirilit dhe Metodit në vend, është ditë feste dhe ditë jo pune për të gjithë qytetarët. Instituti i Shëndetit Publik ka njoftuar se epidemiologët kanë komunikuar me kontaktet e personave të cilët kanë rezultuar pozitiv me linë e majmunëve dhe ata kanë treguar se nuk kanë asnjë simptom të kësaj sëmundjeje. Nga atje thonë se personat pozitiv janë në gjendje të mirë dhe se nuk ka raste të dyshuara të reja që janë dërguar për testim e as nuk ka raste të reja pozitive. Sot në Institutin e Shëndetit Publik janë hapur 2 linja të reja telefonike për informacion lidhje me linë e majmunëve, njëri për konsultime me qytetarët dhe një tjetër për konsultime me profesionistë të kujdesit shëndetësor. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçi akuzoi se pas kredis 6 miliard eurosh fshihet një grabitje antologjike, ndërsa Vëmërodë Pëmëneja u përgjigj me kundër akuzat dhe tha se Filipçi e ka grabitur në vazhdimsi vendin gjatë kohës që ka qenë në qeveri.
Pas kredis, 6 miliard euro fshihet një grabitje antologjike. Ka deklaruar kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, lidhur me marrëveshjen e nënshkruar mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Britanisë së Madhe. Ai tha se VMRO-DPMNE zhvillon politika jo transparente dhe të dëmshme për vendin. Pozadi kredito tot. Dje nënshkruan kontratën dhe menjëherë pas kësaj u takuan me kompaninë që do t'jenë kontraktor. Çfarë tenderi, çfarë ligji për prokurime publike? E gjitha është një gënjeshtër e madhe. Do të lëmë borxhe brezave të ardhshëm pa ju trembur syt. Çdo fëmijë lindur në 25 vitet të ardhshme do të ketë 6.000 euro borxh që në ditën e lindjes. Vendi ynë, populli ynë nuk mund ta duroj këtë. I pyetur lidhur me akuzat e Filipçes, Valentin Manasievski nga VMRO-DPMNE tha se Venko Filipçe nuk e ka të qartë konceptin e fjalës grabitje. Sipas tij, grabitja është kur kompania që ndërton klinik të ndërton edhe vil, që siç thot ai, i ka ndodhur Filipçes. Bill Venko Filipçe. Është grabitje kur ke një krizë të koronavirusit dhe Venko si ministër ka bler vaksinat kineze me çmim të dyfishuar. Grabitje është kur i dërgon paratë e vjedhura nga Maqedonia së bashku me udhëhecin e vërtet të LSDM-s Zoran Zaev në Dubai dhe i investon atje. Është grabitje kur u premton maqedonasve dhe shqiptarve furnizim me ujë në Tetov dhe pastaj u ndërton spitale modulare ku 14 persona do të digjen të gjallë. Të njëjtën në Londër është nënshkruar marrëveshja në mes Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Britanisë së Madhe, marrëveshje për të cilën krerë qeveritar thanë se është në vlerë prej 6 miliard eurosh, dhe se këto investime do të destinohen në fushat si ajo e transportit, shëndetësisë, arsimit e të tjerë. Në ndikimin e një vale të re të lagështisë gjatë ditëve të fundjavës, pritën rreshe shiu lokalisht në formë stuhie me shi dendur, të shoqëruara me bubullima dhe fuqishme. Drejtoria për çështje hidrometeorologjike informoi se stabilizimi i motit pritet nga mesi i javës së ardhshme. Pas disa ditësh me diell dhe temperaturat e larta, moti ka marrë një kthes të papritur, nga ku prej ditës së sotme dhe në ditët në vijim, vendi do të përfshihet nga rreshje shiu dhe ulje temperaturash, duke sjellë një panoram tipike pranverore me luhatje të ndjeshme atmosferike. Drejtoria për çështje hidrometeorologjike ka njoftuar se gjatë ditës së sotme moti do të jetë pjesërisht me vranësira dhe jo stabil me rreshje shiu të herpashershme, të ndjekura nga erërat e forta. Ata madje theksuan se do të ketë rreshje të dendura shiu drejt fundit të ditës dhe gjatë natës, veçanërisht në pjesët lindore dhe jugore, nga ku temperatura minimale do të jetë në intervalin 8 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet do të arrijnë në 18 deri në 25 gradë Celsius. Edhe në rajonin e Shkupit do të mbajë mot jo stabil, ndërsa në disa pjesë të Luginës do të ketë kushte për stuhi afatshkurtra. Në rajonin e Shkupit do të mbaj mot me vranësira të ndryshueshme dhe jo stabile, me rreshje shiu të herpashershme, të shoqëruara me bubullima dhe erëra të forta veriore. Në disa pjesë të Luginës do të ketë kushte për stuhi afatshkurta. Temperatura minimale do të bjerë në 13 gradë, ndërsa maksimale do të arrijë në 21 gradë Celsius. Po e njëjta klim e shoqëron vendin edhe të dielën, ku do të kemi mot të ndryshueshëm me vranësira dhe më të freskët me rreshje shiu të herpashershme, të ndjekura nga bubullima të ralla. Rreshjet do të jenë më të bollshme në pjesët lindore, ku do të arrijnë mbi 30 litra për metër katror. Ndërkaq sa i përket javës që vjen, edhe të hënën në mëngjes do të ketë rreshje lokale shiu dhe njëkohësisht erë fort veriore e cila do të na shoqërojë deri të mërkurën. Vazhdojmë të me lajmet, policia greke ka përfunduar një operacion në shkallë gjerë të quajtur Kerveros, gjatë cilit u arrestuan 23 personat përfshirë në një rrjet trafikimi qenjesh njerëzore, ndërsa u sekuestruan 3700 pasaporta të falsifikuara. Janë identifikuar të paktën 4 laboratorë që prodhojnë pasaportat falsifikuara, kryesisht shqiptare dhe greke. Hetimi i cili është ende në vazhdim ka çuar në sekuestrimin e 3700 pasaportave dhe kartave të identitetit falsifikuara nga vende ndryshme, si dhe afërsisht 50.000 euro në kesh. Gjatë kontrolleve në apartamente, policia gjeti çanta plot me pasaportat falsifikuara, sirtar me pulla dhe zarfe që përmbanin shumë parash. Më sot se në pranga ka rënë edhe kreu i grupit. Ai kishte ngritur një laborator të pajisur plotësisht brenda një apartamenti në zonën e banesave të punëtorëve të
Peristerit në Athinë. Sipas informacionit, rrjeti ishte i përfshirë në më shumë se 500 raste trafikut paligjshëm të klandestinëve, duke fituar një total prej të paktën 4 milion eurosh. Të paktën 53.901 palestines janë vrarë në luftën genocidiale të Izraelit që nga tetori vitit 2023, tha sot Ministria e Shëndetësisë. Në një deklaratë, Ministria tha se 79 trupa u sollën në spitale në 24 orët e fundit, ndërsa 211 persona u plagosën, duke quar numrin e plagosurve në 122.593. Në ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë informoi se të paktën 94% e gjithë spitaleve në rripin e Gazës janë dëmtuar ose shkatruar dhe njerëzit në veri të enklavës palestineze praktikisht kanë humbur mundësinë për të marrë kujdes mjekësor. Vetëm 19 nga 36 spitale të rripit Gazës mbeten funksionale, përfshirë një spital që ofron kujdes bazë për pacientët e mbetur ende brenda spitalit dhe po përballen me mungesa të mëdha furnizimi, mungesë punonjësish shëndetësor, pasiguri të vazhdueshme dhe një rritje të numrit të viktimave, ndërsa stafi punon në kushte të pamundura. Nga 19 spitale, 12 ofrojnë njësër shërbime shëndetësore, ndërsa pjesa tjetër janë në gjendje të ofrojnë vetëm kujdes bazë emergjent. Të paktën 94% e gjitha spitaleve në rripin e Gazës janë të dëmtuara ose shkatruara, thuhet në deklaratën e OBSH-s. Shefi i tregtisë në Bashkimin Evropian, Maroš Šefčovič, ka bërë ditur se bloku prej 27 vendeve është i përkushtuar që të sigurojë një marrëveshje tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, marrëveshja në fjalë duhet të bazohet në respekt e jo në kërcënime. BE-ja është plotësisht e angazhuar dhe e përkushtuar për siguruar një marrëveshje që funksionon për të dyja palët, ka thënë ai pas telefonatës me përfaqësuesin tregtar të SBA-s Jameson Greer dhe sekretarin e tregtisë Howard Lutnick. Tregtia BE-SBA është e pakrahasueshme dhe duhet të udhëhiqet nga respekti ndërsjellë, jo nga kërcënimet. Jemi të gatshëm të mbrojmë interesat tona, ka shtuar ai. Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur të premten padurimin e tij me bisedimet paraprake mes SBA-s dhe BE-s, teksa ka shkruar në rrjetet sociale se ka në plan që të rrisë tarifat për gjitha mallrat europiane që hyjnë në Amerikë në 50%. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.